Shqiptarët e vërtet të këtij shteti që jeni këtu sot në shesh. Unë jam Gjorgjina Roçi, jam 33 vjeç dhe kam qenë aktive që nga dita e parë e kësaj proteste deri në ditën e 39, duke postuar çdo ditë, sepse kjo protestë nxorri një ëndër që u shua brenda meje 14 vite më parë, kur unë fillova Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Kur isha gjimnaziste, ëndra ime ishte të bëhesha arkitekte. Kisha talent për vizatim, isha shumë e mirë në matematik, ekselente në fizik, dhe besoja se me punë dhe përkushtim, çdo ëndër mund të realizohej. Por realiteti ishte shumë më i ashpër. Papa im doroi jetë kur unë isha 17 vjeça. Nëna ime mbeti me një asistencë ekonomike qesharake dhe shteti më ofroi vetëm 70.000 lekë të vjetra në muaj si mbështetje. Për një studente si mua që duhet jetonte midis librash dhe të studionte në Tiranë, kjo nuk mjaftonte për të mbijetuar. Por nëna dhe motrat e mia donin të sakrifikonin që vajza tyre të studionte në Tiranë. Kështu që, për t'ja shpërblyer, fillova të punoj që vitin e parë fakultet me ndershmëri dhe që nga e ditë nuk kam rreshtur kurs të punuari me ndershmëri. Me një mesatare 9.92 në gjimnaz, isha e 36 në listën e pranimeve në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit. Meqense nuk mundja të ndisha arkitekturën, por vazhdova ta doja procesin e krijimit dhe ndërtimit. Për mua, profesioni inxhinierit ishte dhe mbetet një profesion fisnik. Punoja dhe studioja njëkohësisht, sepse kisha vullnet dhe dashuri për dijet, që kam ende sot e kësaj dite. Por edhe kjo ëndër u ndërpre. E lash fakultetin pas përfundimit të sistemit bachelor, sepse kuptova se meritokracia në Shqipëri nuk funksiononte siç duhet. Kuptova se jo gjithmonë ata që ndërtojnë janë ata që respektojnë profesionin. Pash kompani ndërtimi që abuzonin me tenderat, frynin preventivat, deklaronin staf dhe punime që nuk ekzistonin. Dhe unë nuk mund ta pranoja këtë. Jam rritur nga një baba që ishte krye agronom i nderuar, student i shkëlqyer në Fakultetin e Agronomisë, dhe ai nuk ishte vetë një fshatar sipas qytetarëve këtu që neve kemi në pushtet. Dhe që më mësoi se profesioni nuk është mënyrë për të pasuruar, por përgjegjësi para njerëzve. Sepse ndershmëria nuk negociohet. Sot, kur shoh këtë shesh të mbushur me shqiptar të vërtet, ndjej se është rikthyer ajo shpresë që dikur e humba. Ëndra asaj studentes plot pasion në zgjuar përsëri. Dhe sot jam gati ta nis edhe një herë rrugtimin tim si inxhiniere. Në Shqipëri, ku rrugët ndërtohen siç janë projektuar në letër. Në Shqipëri, ku fondet publike nuk vidhen. Në Shqipëri, ku inxhinierët punojnë me përgjegjësi dhe nuk bëhen kompromis me jetën e qytetarëve për disa para më shumë. Sepse ashtu si një mjek mund të humbas një jetë njeriu me një gabim, edhe një inxhinier me një gabim apo me një kompromis të vetëm mundet të rrezikoj qindra jetë njerëzish. Prandaj sot nuk flas vetëm për ëndrën time. Flas për ëndrën e çdo të riu shqiptar që meriton të studioj, të punoj dhe të ndërtoj të ardhmen me merit. Par universitete pa nepotizëm, pa rishvete, pa padrejtësi, pa demoralizimin e talenteve të vërteta. Le ta ndërtojmë së bashku një Shqipëri ku askush të mos detyrohet të heqë dorë nga ëndra e tij, vetëm sepse është i ndershëm dhe sepse ka lindur në një familje të varfër. Si një revolucion, shpirtri është të pastër dhe mendja është të bukura.
Le ta ndërtojmë së bashku. Faleminderit.